Genda shumë familje të cilët jetojnë çdo ditë me këto lloj sfidash, me këto lloj problemesh dhe janë të gjykuar përgjithsisht në ambiente të ndryshme. Çfarë mund t'u thuash? Do i thosha që elementi më kryesor aty është përballja e këtyre situatave, ruajtja e qetësisë. Fëmia është personi më i rëndësishëm i jetës së tyre dhe në ato momente ata ta kenë vëmendje te fëmia dhe jo tek të tjerët. Gjykimi dhe paragjykimi ti mbetet të tjerëve. Kjo është një situatë që vetëm kërkon mbështetje dhe nuk kërkon paragjykim dhe nuk kërkon as gjykim. Prindi bën të pamundurën, ashtu sikurse ne të bëjmë të gjithë me fëmijët tanë. Situata disfate ne kemi të gjithë si prindër, pavarësisht fëmia ka vështirësi apo nuk ka vështirësi. A jam unë profesioniste në këtë fushë? Po. A kam pasur unë disfata me fëmijët e mi? Po. Kam pasur situata. Situata dhe në vende publike, ku fëmijët kanë bërë sjelljet të tyre dhe unë kam qenë në një situatë, domethënë, shumë të pafavorshme për mua, edhe për faktin dhe duke qenë, të sikleshme dhe duke qenë profesioniste dhe gjykimi edhe mund të jetë aty. Mund të jetë edhe dyfish për faktin që je profesioniste. Për faktin që po. Kështu që duke në këto raste domethënë pa diskutim kam menduar për fëmijët e mi, edhe kam bërë atë që kam gjykuar unë që ka qenë ndërhyrja më e mirë e mundshme në ato moment, në atë situatë, pa menduar se çfarë mund të mendojnë të tjerët. Dhe sugjeroj dhe rekomandoj të gjithë prindërit që të kenë këtë qasje. Pra, është shumë e rëndësishme fëmia e tyre, familja e tyre, e ardhmja e fëmijës të mundet të ndërgjegjësohen sa më shpejt e mundur për fëmijën e tyre,